Përshëndetje, më dëgjon Helena. Përshëndetje nga Prishtina. Përshëndetje nga Durrësi, më duket se valët e dëmtuan këtë lidhjen tonë. Ti je në Durrës, ë? Po, të deti. Ti je një vajzë durrësake apo je një vajzë kuksiane? Unë jam kuksiane dhe jetoj mes Tiranës dhe Durrësit, edhe punoj në universitet dhe këtu dhe sigurisht në Tiranë. E kuptuam. Si po pritet dokumentari, na trego paksa në lidhje me këtë dokumentar shumë interesant, Shtëpia e Kombit. Por pyetja e parë është, përpara se si po pritet, doja të dija titullin, e ke vendosur ti, fole me regjizorin, si ishte? Shiko, unë kam patur fatin që me Burimin kemi një raport miqësor prej shumë vitesh, ne jemi prej 15 vitesh, kur punoja diku në televizion si ju, edhe pothuajse për çdo gjë jemi konsultuar bashk, kishim menduar disa tituj, edhe sigurisht kjo na qelloi pak më e përshtatshme, më përfaqësuese për historikun të cilin ne kishim menduar të realizonin nëpërmjet këtij filmi dokumentar. Burimi si regjisor fantastik që është, edhe si një nga bashkëpunëtorët më të mirë që unë kam, mendoj që të bënte edhe një pjesë artistike, reale, domethënë një pjesë hyrëse, pjesën e klasës, për t'i dhënë edhe ngjyra emocionale, artistike më të mëdha, më të bukura dhe më përfaqësuese të gjithë historisë. Kështu që jemi konsultuar edhe kemi vuajtur dhe jemi lodhur bashk në të gjithë këtë rrugtim, le themi pothuajse në gjithë 2025-ën. Dhe finalja ishte ashtu siç e kishit menduar me çdo gjë? Të them të drejtën, kanë qenë nuk pa modesti fare qindra mesazhe, urime edhe shumë share për filmin. Sigurisht ai nuk është në YouTube për momentin dhe patjetër që ka patur interesim, edhe pyesim vazhdimisht po ku mund ta shikojmë neve, se jo të gjithë kanë arritur ta shikojnë në Klan Opinion, por sigurisht që do jetë një moment të dytë edhe në YouTube. Ka qenë një marrëdhënie shumë e mirë me kujtesën, me kujtimet, me njerëzit të cilët e kanë jetuar atë periudhë kohe, e kanë duar trokitur edhe na kanë shkruar, le themi, me shumë përzemërsi, edhe jam shumë me fat për këtë gjë, dhe pse ishte një projekt të cilin e kisha menduar ndër vite dhe me patjetër me çdo kush do ta realizoja. Kështu që edhe nëse do ishte puna me paratë e mia do ta bëja këtë projekt, pavarësisht se ne patëm edhe suporte të tjera përveç gjithë gatishmërisë që unë kisha, familjes time, rrethit tim më të ngushtë miqësor për ta bërë, sepse ata e dinin që e kisha si një projekt të cilin do ta realizoja me patjetër. Në atë vitin më të vështirë të vendit tonë, ti ke qenë, më duket, 10 vjeçe, jetoje në Kukës, e mban mend besoj? Unë kam madje shumë herë miqve dhe shokëve të Kosovës, të cilët kanë, le themi, kanë qenë pjesë e luftës, pjesë e organizimit, janë institucione të rëndësishme. Ju se më bëni një mirënjohje, sepse ne kemi patur një shtëpi shumë të bukur me shumë lule, edhe mami kujdese shumë dhe unë palosje shapkat, po neve nga një familje shumë e vogël u bëm shumë e madhe, edhe sigurisht që ishte një ndër detyrat që unë bëja në atë kohë, por sigurisht që ne patëm edhe impenjimin për të qenë sa më të dashur, sa më afër gjithë fëmijëve. Domethënë duke sikur sipas moshës i kishim të ndara dhe detyrat. Domethënë mosha e tretë, le themi, pleshët kujdeseshin për njëri tjetrin, bënim muhabet me njëri tjetrin, ne fëmijët me njëri tjetrin kishim detyra të ndara në mënyrë shumë organike, në shërbim të, le themi, të komoditetit edhe të mirëqenies shqiptarëve të Kosovës që ishin atë periudhë kohe në Kukës, dhe kam patur gjithmonë si një ndër momentet më të bukura edhe kohën më të bukur të jetës time, për arsye dhe të mos diturisë për nivelin e vështirësisë që ka lufta. Thjesht ishte një turm njerëzish, ne ushtuam dhe u bëm shumë, dhe ne si fëmijë kemi jetuar me emocion tjetër, pavarësisht se ne dallonim trishtimin, vështirësitë, bombardimin me lajme të panumërta, por gjithsesi ne prap gjetëm këtë formën e mirë të bashkëjetesës me fëmijët. Madje dëgjova që atëherë ti së bashku me shokët dhe shoqet e ndihmonit edhe familjarët për të strehuar në vende
që kishte, domethënë që nuk kishin marrë familjar për t'i strehuar, për t'i ndihmuar. I tregoj se për shembull këtë familje ka vend apo jo? Të jem shumë e sinqert me ty. Është një moment shumë i vështirë në jetën time, të cilën ne kishim shumë shqiptarë të Kosovës, shvija dhe gjithë lagje, Afisi, sepse normalisht ju e dini shumë mirë që në Kukës njerëzit jetojnë shumë afër njëri tjetrit. Janë fis, janë i njëjti gjak, edhe ne kërkonim gjithandej ku gjenim ndonjë hapësirë domethënë si spion të mirë të vegjël, duke thënë që filan shtëpi nuk ka marrë akoma, edhe duke sikur ne bënim të orientimin në përlagje, sepse ata vinin me traktor të mëdhej, vetëm vinin, domethënë vetmja gjë që ti shikoje në ato rrugët e vështira të Kukësit, domethënë vetëm njerëz që vinin, edhe ti të linte vet ajo dëshira për të thonë hajde s'ka gjë, rrini edhe te koborri im, nuk ka problem, vetëm rrini. Madje kishim edhe këtë raporti, një fort domethënë jo fort të mirë nëse shikonim dikë që nuk kishte marrë akoma shqiptarët Kosovës, e kupton, a dukej pak e habishme, sepse ne duhet në patjetër që të gjithë t'i strahonim, pavarësisht kushteve, rrethanave që ne kishim. Patjetër që varet edhe nga lloji i fëmijës, unë kam qenë kështu fëmijë pak i lëvizur edhe pak emocional si natyrë gjithmonë, edhe ndoshta kjo, edhe ndoshta. Mirë, çfarë po ndodh Elena, keni internet atje apo jo? Jo kemi, po nuk e di. Okay. Më ndërpresi sepse më shikojnë nga Kosova, më shkruaj, më thrasi se njerëzit nuk e kuptojnë që ku je live. Mos e ndërprisni ju që na shikoni tani, Elena është vetëm me ne për të shpjeguar për dokumentarin e saj. Isha duke folur si me veten, në farë mënyrë, ndërsa po vije përsëri në këtë lidhje, dhe po kam një pyetje. Ta bëj ty direkt, sa në këtë dokumentar është kjo fëmia, ose janë disa fëmijë me këtë emocion që tregon dokumentari për atë vit, për atë kohë? Shika, ne te fëmijët, ne si fillim kemi bërë prezantimin te gjithë fëmijët që janë aty. Po? Kemi bërë prezantimin në fillim për pjesën e historisë së luftës, se gjithë qëllimi është që nëpërmjet këtij filmi dokumentar ne të njohim historinë. Ashtu siç vjen nëpërmjet këngës, historia, ashtu siç vjen nëpërmjet mediave, diskutimeve të ndryshme, nëpërmjet historisë në shkollë, patjetër që edhe nëpërmjet filmit ka një fokus tjetër, por protagonistët e filmit ne kemi patur fatin që fëmijët, dhe pse sigurisht I kemi zgjedhur ne, një pjesë e fëmijëve janë nga Kuksi, një pjesë nga Kosova, një pjesë nga Shqipëria, pra fëmijët janë të qyteteve të ndryshme, dhe kjo ka qenë e qëllimshme, se nuk është e vështirë të bësh casting, të marrësh disa fëmijë, të prezantosh historikun, dhe fëmijët kanë dashamirësi të madhe ndaj televizionit, ndaj kamerave, kanë dëshirë të kenë të jenë ato vipat e vegjël, sigurisht, por ne bëm këtë shtrihjen gjeografike për të dhënë një fokus të historisë së luftës, sepse normalisht edhe ata të merrin një informacion, normalisht do ta shpërndanin edhe tek fëmijët e tjerë. Kanë qenë shumë të emocionuar, shumë të befasuar, edhe nuk e kuptonin ndoshta si ne dikur se sa e rëndë dhe se sa e vështirë dhe çfarë sakrificë është bërë në atë periudhë kohe. Dhe I gjithë qëllimi ka qenë për të bërë, le të themi, një edukim historik ndaj brezave, dhe ndoshta kjo është edhe arsyeja kryesore pse un kam dashur bashkë me Burimin të realizojmë këtë projekt. Është shumë e rëndësishme shumë herë disa vlera të mos harrohen, dhe mbi gjitha të mbeten këto marrëdhënie fantastike që ne kemi, edhe I kemi shumë më të mëdha se dikur. Ne jemi në kohë lirie, dhe në kohë lirie njerëzit nëse bashkëpunojnë dhe duhen pikërisht aty qëllon, le të themi, ose aty është vlera kryesore që ne mbartim si kom. Kështu që ne nëpërmjet fëmijëve kemi dashur të ruajmë, sepse un kam qenë një fëmijë në kohën e luftës dhe sigurisht e kam prandaj dohet të dia për shembull gjithë historinë. Elena, më dëgjon? Aftësia jonë është ta transmetojmë dhe te brezat e tjerë për të ruajtur këtë gjë. Prandaj dohet të dia, jemi duke parë ca foto nga ky dokumentar. A është ndonjë foto aty me ato fëmijë që pam që je ti aty, ose ke ndonjë foto ti ku ke qenë 10 vjeç natyrisht në këtë histori, në këtë kohë? Apo nuk e pasur foto? Jo, për arsye të qëllimshme sigurisht, sepse filmi dokumentar nuk më përket mua, nuk është historia ime, është historia e gjithë fëmijëve. Por e ke përjetuar?
kuksian të asaj periudhe dhe unë kam folur në emër të kuksianëve dhe të gjithë fëmijëve dhe absolutisht nuk ka të bëj me një situatë, domethënë thellësisht familjare ose individuale. Gjithë secili e ka historinë e vet. Në këtë periudhë kohë, çdo familje, unë e kam thënë 1000 herë këtë gjë, gjithë secili ka të drejtë të bëjë një libër, të shkruaj një histori, të bëjë një skenar, të bëjë një film të shkurtër, mund të bëjë një film dokumentar, artistik, ka pafund histori, sepse gjatë kësaj periudhe, le të themi 2025, ne kemi dëgjuar histori të jashtëzakonshme, histori të dhimbshme, dhe unë e kam kuptuar këto 24 orë pasi transmetuar filmin nga mesazhet e pafundme që kanë ardhur, duke më thonë, Elena, do ta bësh dhe një film për historinë e familjes time që kanë patur me shqiptarët e Kosovës, ta bëj dhe një film tjetër. Pra, ideja është që gjithë secili e ka një marrëdhënie të jashtëzakonshme, të dhimbshme, edhe funksionale, le të themi, me kujtime në këtë periudhë. Besoj që patjetër ka në arkiv gjithkush nga ne, madje un kam një foto shumë bukur ke shtëpia, në traktorin me cilin kanë ardhur shqiptarët e Kosovës, edhe kam kështu si foto shumë të përzemërt, edhe disa foto të tjera fiks të periudhës së luftës, por i kam kështu ekskluzive për emocionin dhe për kujtimet e mia, dhe mbi të gjitha në ditën që është çliruar Kosova, si fëmijë prap me babin, me kështu fshehur azi, kam qenë te shqiptarët e parë që jemi futur, dhe ajo ditë është ndoshta dita më e bukur e jetës time deri më tani. Bukur shumë. Rikthehemi tek dokumentari, sa zgjat dokumentari, sa minuta? 35-36 minuta. Dhe pyetja që ta kanë bërë të gjithë, po ta bëj dhe unë, ke menduar për shembull, a do të jetë në YouTube në fillim fare, siç të kanë pyetur, dhe a ke menduar në një promovim që mund të jetë përveç në media, siç theti në Tiranë edhe sot tek ne, folëm edhe jemi duke folur për dokumentarin, ke menduar ndonjë promovim që mund të jetë ndonjë, nuk e di, në një sallë kinema, qoftë në Kukës, qoftë në Prizren, qoftë në Prishtinë, Tiranë, Durrës? Shiko, ne patëm disa kontakte të drejtën, dhe ndoshta kjo ishte pak me hile, mënyra se si e kemi menduar unë dhe burimi. E kam marrë me shumë emocion intervistën me ty, edhe shumë me sportivitet, sepse gjatë kohës që kam qenë në Prishtinë në montazh, për cilën dua të falenderoj shumë Institutin e Krimeve të Luftës për suportin jashtëzakonshëm me materiale dhe me video, por kemi qarë mjaftueshëm gjatë kohës montazhit në Prishtinë, kështu që tani sikur kam një lloj çlirimi, sikur e kam bërë një detyrë të vogël ndaj asaj periudhe, më besoni, dhe kjo është intervista e parë që kam dhënë dhe kam pranuar për dashamirësinë që kam ndaj jush si televizion edhe ndaj Kosovës. Sigurisht që ne kemi menduar kështu, për arsye sepse do kemi disa prezantime dhe pjesëmarrje, angazhime në festivalet filmave, brenda formatit në të cilën mund të përshtatet filmi dokumentar ynë, dhe sigurisht pastaj kemi patur dhe këto ftesat e institucioneve si në Kosovë dhe në Shqipëri për të bërë prezantimin, për të bërë le të themi një bashkëbisedim, ndoshta edhe për mënyrën se si është realizuar, edhe një sheh mirënjohje dhe falënderimin ndaj grupit realizues, sepse nuk kemi qenë vetëm unë dhe burimi, ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme me stafin që ne kemi patur në kushte dhe në rrethana në të cilat ju e dini shumë mirë, realizimi i një projekti duhet përshtatet gjithë grupi, sigurisht që xhirimet kryesore janë bërë në Kukës, ne ekipi ka qenë një pjesë e Prishtinës, një pjesë e Tiranës, dhe kështu që jemi dashur të kombinojmë oraret, kohën, dhe nuk ka qenë aq e lehtë sa njerëzit mund ta mendojnë, plus që ne i kemi parë pafund video edhe jemi përpjekur të sjellim një lloj marrëdhënie esenciale me historinë për të mos e rënduar dhe shumë të gjitha ato dhimbjen e madhe, por njëkohësisht për ta treguar në mënyrë të mirëfill gjithë realitetin e asaj kohe, dhe patjetër për ta çuar te brezat, për të zgjuar kuriozitetin edhe për ta kuptuar se kemi vlera të jashtëzakonshme historike, dhe bashkëpunimi ka qenë me burimin për arsye sepse ne jemi bashkë, edhe se shumë herë ma bëj si pyetje, miq të shoh, pse regjizori i Kosovës jo i Shqipërisë, por ne nuk ka dallim. Unë personalisht ndjem njësoj, edhe madje ndjem pak më mirë sa po kaloj doganën e Kukësit. Produkti final dhe tregon edhe këtë bashkëpunim shumë të mirë. Çfarë i kishe thënë ti sot të gjithë atyre që ti për shembull ke qenë 10 vjeç i ke takuar dhe je munduar të ndihmosh, që vinin nga eksodi, nga lufta, nga gjithçka, nga vështirësitë nga Kosova, edhe të shikojnë sot të rritur.
E di që në këto momente jam duke bërë atë llogaritje, no, Elena e vogla 10 vjeçare, çfarë kishe thënë ti sot atyre që ndjekin, që besoj do të kesh më pas shumë mesazhe dhe pas dokumentarit. Shiko, në fillim kur po bisedoni me Burimin, sa mu Elena, mendojta që nëse do kishe jetuar në Kukës dhe ndoshta do kishe trujt të raportin pak më të dasmave, të festave, pak më të shpesh, do ishe martu në Kosovë. Dhe mund të ishte histori dashurie filmi. Unë në fakt kam shumë shqiptarë të Kosovës që më kanë shkruar vazhdimisht, edhe i kam gjetur, le themi dhe më kanë gjetur, të cilët kanë jetuar në atë periudhë, sepse na ka bashkuar kjo historia e kujtimeve. Madje kemi patur dhe vajza të cilat çuditërisht nga Kosova janë martuar në Shqipëri, se shumica e rasteve gosat e Shqipërisë janë martuar në Kosovë. Edhe më ka shkruar që kemi qenë në kohën e luftës atje dhe më pas jemi martuar, jemi njohur, kam patur rastin edhe një studente madje para ca vitesh, shqiptare e Kosovës që ishte martuar me djalë të Shqipërisë, kështu që unë mendoj që ata të cilët e ndjekin filmin nuk është vetëm në raport me mua që mund të kenë një kujtesë për këtë marrëdhënie fëmijënore të dashurisë vëllazore që kemi patur atëherë, por është një thirrje për gjitha institucionet e Kosovës në fakt, dhe përfitoj nga rasti, po të shfrytëzojmë që jemi live për një farë vërmendje, sepse mirënjohja nuk kushton asgjë. Domethënë duke filluar nga Vjosa, nga Albini, nga gjithë ndaj kuksianëve, sepse në të vërtetë në atë fukarallik të jashtëzakonshëm, në atë vështirësi kanë bërë një gjë shumë të madhe. Dhe jo se them nga ana ime për të lartësuar vlera, por më besoni me logjikën më sociale dhe normale që mund të ketë individi kur e kujton atë periudhë, është bërë një gjë shumë e madhe dhe do doja shumë që gjithë fëmijët e asaj periudhe që kanë qenë në Kukës të lidhin kontaktet nëpërmjet media sociale, sepse neve nuk na zgjidh asgjë, neve na ka lidh Zoti sigurisht, por nëse i mbajmë kontaktet pak më shumë mund të kemi edhe bashkëpunime më të mira dhe është shumë e rëndësishme që të kthehemi her pas here dhe ta dim se kujt i përkasim dhe cila është historia jonë dhe marrëdhënia jonë. Marrëdhëniet nuk janë vetëm media edhe marrëdhënie sociale, por janë ajo çfarë ne kemi bërë në kohë shumë të vështira për njëri tjetrin dhe kjo na dallon ndoshta edhe me kombet e tjera dhe me vendet e tjera. I kemi ca punë, probleme të tjera këtu në Kosovë, do më thonë edhe kryeministri edhe presidentja do ta dëgjojnë këtë dhe do bën gati mirënjohje pa diskutim për Kuksin, për të gjithë shqiptarët që në kohë më të vështira kanë ndihmuar njëri tjetrin. Faleminderit shumë për kohën, edhe për këtë ekskluzivitet me që pranove të jesh vetëm në median tonë, natyrisht në televizionin e së Me shumë kënaqësi, ju përqafoj shumë nga Durrësi. Gjithë të mirat.